Sot më është kas nga revolta, nga video që është bërë virale e Rozan Aradit me të drejtën e saj për komentet apo për këto portale që bëjnë fake lajme. Është e pa tolerueshme, është e pa imagjinueshme një lloj dhune verbale, dhuna fizike, dhuna akustike, dhuna sociale, dhuna politike, dhuna në parlament, dhuna ligjore e tjera tjera. Nuk ka filluar një gjyq me një televizion për një skandal që është bërë para një jave, me televizion dhe me individët. Kjo dhunë fillon nga autoritetet, fillon nga media, që do thotë fillon nga njerëzit që shkojnë për kanale për të treguar vlerat, del nga kanale dhe shikon tituj sensacional me skandale, pra që janë deformuar dhe janë coptuar. Kjo është më e rëndësishme se sa një dhunë që është private. Si janë pa profesione, pa nivele, pa kulturë, pa edukat, pa asgjë, madje dhe fake. Ato nuk i vëre. Po kjo të filloj nga media, të filloj nga portalet, të filloj nga autoritetet, të filloj nga shteti vetë. Edhe nëse nuk fitoj gjyqet, unë prap do t'i postoj, do të regoj se çfarë niveli ka ligji tek ne, në qoftë se unë jam një, asgjë tjetër, ama unë do t'a bëj këtë për veten time. Unë përkrah edhe revoltën e artistes Ema Andrea, që bëri pak ditë përpara, është e vërtet, hesht aty, mbyll gojën aty, ki kujdes aty, mos fol aty, mos fol tu. Përse jetoni? Përse? Për çfarë? Për të ngrënë e për pirë. Unë nuk e kuptoj se si nuk ka një revolt të paktën qoftë edhe në media sociale. Arrin femra të dhunoj femrën, pra verbalisht, edhe kur ne diskutojmë në media këtë, vetë paneli, vetë personat, pra drejtuesit e kanaleve, gajasen, si ka mundësi thotë, që femra që dhunon femrën, që ka stimul për mashkullin që dhunon femrën. Unë zjerë të gjitha fraza që thonë titullarët, profesorët, apo gjithë filozofinë që flet për dhunën, kur femra dhunon femrën, qoftë edhe verbalisht, se sa negativisht ndikon në komunitetin mashkull kur ai është i prirur për të dhunuar një femër. Si ka mundësi që nuk kuptoni kaq pak? Dhe ne të jetojmë në këtë lumë, të tallen me jetët e njerëzve, po s'ka shanse. Nuk ka shanse. Dhe unë këtu i bëj thirrje të gjitha grave, qoftë individëve, qoftë organizatave, qoftë institucioneve, të bashkohen me një kaos të vetme, që unë dua ta emërtoj Stop Graskës. Kjo është grask. Femrat janë në grask, në çdo moment jemi në grask. Në grask nga meshkujt, në grask nga institucionet, në grask nga ligjet, në grask nga drejtuesit, nga politika, nga njëra tjetra dhe nga meshkujt. Prandaj dua të zgjasim dorën njëra tjetrën që në këtë luftë jemi bashkë. Ndryshe ne nuk fitojmë asnjë kaos.